një përplasje, le të themi, në dukje të Elisas Piropalit me zotin Rama. Mendoni që aty ka një përplasje të vërtet apo është një propagandë e spinuar nga zoti Rama? Mund të jetë një përplasje vërtet. Por askush nuk e ka sfiduar Ramën deri tani të paktën drejt për drejt. Kështu që ata që janë poshtë Ramës gjithmonë ka pasur atë mbetje, po ta shohësh ikën një ministër socialist, vjen një tjetër, në atë vend ku vjen i riu, heq stafin e ministrit para arresti dhe pse kanë qenë bashkë socialistë, i përkasin njëjtës familje. Pra, Rama ka lejuar, mos them edhe ka frymëzuar të garën se kush e kush t'i pëlqej atij dhe ta kenë përplasjen poshtë. Edhe nëse ndokush ka pasur mendjen të ketë synime për më lart, po të shohësh i ketë rënuar, gjithmonë të dali pastaj nesti angoni, nasta Pollumbje, ku ta diun çfarë fantazish mund të kenë ata. Pra, është e rrezikshme ta sfidosh Ramën, por në lidhje me përplasjet e tjera, ka pasur përplasje, në një moment caktuar që Ramës nuk i ka pëlqyer dhe është lodhur se ka parë në një pasojë që mund t'i vi, sidomos nga ndërkombëtarët, ka tërhequr vëmendjen dhe veshet njëkohësisht. Deri tani nuk kemi pasur përplasje në dukje, pasi të paktën në një shikim të parë në aparencë Rama ka mbajtur një statu quo ku partia është disiplinuar dhe përplasjet nuk janë nëpër institucionet e partisë, pra në mbledhje të ndryshme apo kongrese që ata bëjnë, po janë në distancë dhe janë përtej dyerve të mbyllura. Me sa duket kjo është përplasja e parë që po ndodh deri diku hapur, pasi e pam një prononcim edhe me ironi të Spiropalit, që tregon që ka një përplasje. Kur ajo u shpreh se ndjej pa kënaqur dhe nga sinkronizimi i thënieve të Berishës me faktin e ndodhur të largimit të saj si ministër. Është Elisa Spiropali një shumatore e zërave të pakënaqur brenda Partisë Socialiste? Them këtë nisur dhe nga një po themi foto që doli të një takimi me zotin Gjiknori. Këto janë mesazhe që mund t'i japin ata, nuk janë shumatorë. Nuk e bëjnë dot, nuk e kanë fituar dete morale për të qenë përballë. Njeriu deri tani që ka një det morale për të qenë përballë Ramës dhe çdo qeverie është Eron Braçi. Edhe pse unë e shoh pamjaftueshëm. Nuk ka lënë Rama asnjë njeri të lulëzoj përballë tij, as ta mendoj domethënë. Pra, unë kot nuk them që berishizmi si praktik ka prekur dhe PS-n. Është më elegant në sjellje apo diçka, por në thelb Rama është i njëjtë me të. Kemi parë një video të Adriatik Lapajt i cili numëronte, po themi, botet në një trend të naftës që dilte jashtë Shqipërisë. Realisht mendoni që Shqipëria ka pasuri të nafte dhe kjo naftë del jashtë Shqipërisë? Pra, si e shikoni këtë çështjen e naftës në Shqipëri? Po, unë po e bëj një pyetje për ta mbyllim. Si shikoni çështjen bankers? Shqipëria ka në zonën e Patos Marinsës, pra në pjesën kontinentale të Europës, vendburimin më të pasur me naftë. Besoj se nuk po e shohim ajrin, por na dali me humbje, rrogat i kanë të mëdha dhe duhet parë mirë përse njerëz nga PS-ja dhe nga PD-ja, pra kemi avokatë Berishës që kanë marrë miliona euro për shërbime. Tani, o paguash miliona euro dhe nxjerr me fitim atë ndërmarrje, po të marrësh miliona euro për të dalë me humbje, edhe që ta mbyllë atë gojën që si mbyllët kur Berishës, vetëm këtu ndodh. Avokati i tij Çerekja ka marrë miliona euro, po dhe të tjerë. Njëkohësisht edhe ish deputet, edhe njerëz të rëndësishëm nga PS-ja. Pra, edhe ish ministri i drejtësisë Berishës. Tani çka kanë bërë ta? Po të jem në një pozicion tjetër, do t'i trajtoja ndryshe, nëse këta janë dijeni të falsifikimeve apo jo, do përgjigjeshin dhe këta me pasurinë e tyre. Pra nuk jemi akoma në atë pikë, por jam i sigurt që aty mund të jetë një nga aferat më të mëdha për të cilat mbyllin gojën të dy bandat politike.
nëse do të shohësh sa i sinqert është Berisha kur akuzon Saliani, të sqaroj pozicionin e tij me Bangersin, me armën, me petrolin e tjerë, edhe me naftën Virgin. Ka filluar kjo aferë me nanën kur e lidhi, nuk pati kohë ta zbatoj, e zbatoi Berisha 8 vjet në kushte të rënda shpërdorimi dhe korrupsioni dhe ka vazhduar me të njëjtën ritëm dhe natyrë dhe pa ndryshuar as pak qasja ndaj shtetit edhe humbive të tij edhe nga 2013 deri më sot. Pra, është një aferë e cila flet qartë për natyrën e vërtetë të dy partive, PS-PD. Avokat, duhet kaloj te një temë tjetër, bëhet fjalë për zgjedhjet brenda Partisë Demokratike, ku kemi një paradoks ku zoti Berisha sfidon veten. Unë kam bërë një pyetje retorike, domethënë, në postimet e mia, konkuron Berisha kundër Berishës, gjeni kush do fitoj. Tani, ky është absurdi. Të ngresh popullin në protesta pafund për zgjedhje të lira e të ndershme dhe ndërkohë zgjedhjet nuk i pranon brenda partisë tënde. Pra bëj si them unë e mos bëj si bëj unë. Pra Berisha në përfundimisht ka vulosur fundin e tij politik. Unë ju siguroj që ky Berishë duhet i pathyeshëm, këtë krizë brenda partisë tij nuk do ta kalojë dot. Pra kemi një Berishë i cili nuk ka problem fare si i thyen të gjitha normat brenda partisë tij, me çdo kusht, për te çdo kodi edhe burnie, se derisa ka folur në vitin 2021-2022 për zgjedhje të gjithë antarësisë partisë, duke ngritur ritemelimin e foltorëve të tjerë, tashmë do me çdo kusht, edhe pse nuk është i rrezikuar, por nuk e pranon asnjë lloj përballje. Do të ruaj vetëm pozicionin e tij në atë parti dhe pozicionin që ka në raport me qeverinë e Partisë Socialiste. Dhe në këtë kuptim e shoh Berishën asetin më të madh dhe më të vlefshëm të Ramës, po dhe Ramën asetin më të vlefshëm të Berishës, dhe besoj se zë vënda e shprehje që unë e them e pas here, rrof PD-ja me krye PS-n. Pra këto zgjedhje dhe komplet rënja e retorikës edhe demagogjisë të zgjedhjeve të tjera ndershme ka rinxjerrë për disa të nerë thelbin e vërtet të Berishës dhe të berishizmit dhe flet që pikërisht ky Berish dhe ata njerëz bashkuar rreth tij, disa dhe më mënyrë pavullnetshme, do të thoya, janë bërë pengmarrësit më të madh të opozitës, por njëkohësisht edhe të gjithë vendit. Pasi vendi sot është pa një alternativë politike përballë kësaj mazhorance të zhytur në afera pafund. Avokat, në fakt Berisha pati dhe akuza mjaft të forta ndaj Ervin Saliani, që jo vetëm që nuk e la që të kandidonte përballë tij, por hodhi aludime se ai kur ishte në burg trekonte me plumb gjokën dhe zotin Bistri, pra një prej ish komandantëve të operacionales, i cili u arrestua më vonë. E ndërkohë kur doli në liri, shkonte dhe pushonte tek vilat e Ergy Sagasit. Çfarë janë këto akuza dhe vilat e kujt? Të Ergy Sagasit. Çfarë janë këto lloj akuzash dhe sa i shkon zotit Berisha që të le të themi të nxjerr këto akuza në momentin që jo në kohën kur ai ndoshta i ka marrë, por momentin që personazhi në fjalë i del kundër. Duke qenë që nuk di të them a ka të drejtë apo s'ka të drejtë Berisha. Por të paktën nga aq sa njoh Berishën dhe nga duke parë sjelljen e Salianit, mendoj që Saliani është më i sinqert se Berisha. Saliani ka kuptuar që ishte viktime politikës Berishës dhe deri në momentin që ai u bë një lloj terrori
i politikës Berishës u quajt hero, i burgosur politik, por në momentin që me gjithë drejtën e Zotit, sidomos kur je në një parti politike, çdo antar i një partie politike mund të ndërrojë të paktën, po dhe të shprehë në mënyrë të drejtë për drejtë, në moment caktuar, një pjekuri politike edhe një ambicie për qenë dhe kryetari një force politike, nga i moment e mbrapa të gjitha akuzat që idhen të ti nuk ka më vlerë. Ka pasur kohë për t'i thënë këto Berisha, që kur Saliani ishte në burg, dhe besoj që nuk do të kishe nxjerrë këto të dhëna qoftë janë të vërteta, nëse Saliani nuk do ta sfidonte për kryetar partie. Pra do ta mbante njeriu në agasit atje brenda, sipas Berishës, edhe të plumgjokës, por momenti që ai doli përballë, atëherë Berisha na temoi. Tani unë dhe të them nga përvoja që Berisha edhe gënjen dhe se ka problem gënjen fare. Dhe pa e dridhur që piku syrit nëse i ka ngel në i fije qërpiku. Në vitin 2017, kur unë i kam bërë një kallëzim, njerëzit më të përshtirë dhe fatkeqësisht edhe me mandat deputeti që Berisha i kishte në parlament, kanë thonë për mua që kur unë punoja te gazet dhe peshimatja e karburanteve të tjerë, unë jam kapur matë nga emisione investigative e tjerë, bile jam arrestuar me nipin e Sabit Brokës duke bërë korupcion. Sabit Broka i shkreti atëherë ka qenë gjallë, tha, edhe i dinte mirë që unë s'kam punuar kur të peshimatja. Dhe tha, Romeo, hajte tha të bëjmë tha një biseda me nipin, ta filmojmë të nxjerrim. I thash, ai do nxjerri pa fund. Ndyrë lloj që nga goja e tij, deri disa muaj përpara apo një vit përpara se të ndodhte kjo, dhe kur Berisha vetë hapi çështjen DHC në parlament, me ndikimin e Kastriot Ismailit, Tom Doshit edhe Elvis Matajt, me etiketoi si një djalë, si një burr të mirë, djalë të mirë dhe një jurist mirë, të Zotit. Dhe kërkoi që unë të mbroja dëshmitarët. Në momentin që i dola përballë, nuk mjaftoi kjo thënie, por nxorën edhe dy lloj të tjera, sikur unë kisha hyrë maj taracës të pallatit dhe kisha tentuar dy herë të brisja veten. Të njëjtë gjë bën dhe Meta sot. Pra, denigrimi kur të kam përballë. Pra, çfarë ishte? E para, ky njeri është i korruptuar, pra nuk ka integritet për të qenë dëshmitar, po dhe nëse nuk i vërtetohet korrupsioni, të vërtetojmë paaftësinë e tij mendore, pra ky njeri është i paaftë për të qenë një dëshmitar potencial nesër kundra nesh. Ky është Berisha, ky është dhe Meta. Këtë ka bërë dhe Meta pikërisht këto javë të fundit. Kështu që lufta politike është e pa princip në Shqipëri, realisht ne nuk kemi pasur dhe prandaj jemi në tranzicion që unë e them për ta kuptuar. Ne nuk kemi instaluar demokraci në Shqipëri. Ne kemi një autokraci e cila është pushteti i dy personave apo i dy forcave në një duopol, pra nuk kemi një treg të lirë politik, dhe siç kemi tregun politik, kemi tregjet e tjera. Pra ne radh parë duhet të vëmë standardet brenda partive politike, të cilat mbahen peng nga Berisha dhe Rama me kodin zgjedhor të vitit 2008, ku kanë vrarë përfundimisht demokracinë brenda partive. Dhe për këtë arsye dhe një pjesë e personave që janë brenda këtyre partive janë detyruar, dhe pse nuk i shijon, nuk i pëlqen, janë detyruar të mbajnë ison Berishës apo të heshtin. Dhe në këto raste, eshtja favorizon të keqen dhe ligësinë të cilën ajo ka përballë. Pra, si do të jetë kjo parti politike sot, ashtu të jetë Shqipëria nesër. Por nuk ka shije më të keqe kur sheh që përballë Ramës kemi alternativë një Berish i cili nuk ka hequr dorë as pak nga zakonet më të këqija të tij. Dhe ka qenë ky Berish që ka vendosur në fillim ADN-n e kësaj politike, të cilën e ka perfeksionuar Rama. Pra baza dhe themeli i kësaj politike tashmë është Berisha dhe koka është Rama. Ky është bashkëpunimi i vite dhe kanë konsoliduar të kleptokracinë dhe autokracinë njëkohësisht. Fatkeqësisht kemi nevojë për liri, për dinjitet, për barazi, për garë para bartë dhe brenda partive, dhe me gjitha për demokraci.
Kështu që në këtë moment unë qëndroj hapur krah Salianit, si një person i cili duket më i vërtet në kërkesat e tij. Dhe po të shohësh, Berisha është i trembur. Mendoj që ai ka mbijetuar shumë sulme, po tek Saliani do t'i hasi sharra ngosht, dhe për më tepër kjo PD do të ketë probleme me faktorin e jashtëm, i cili do ta bëjë që të izolohen edhe më tej dhe të mos kenë atë miratime ato okej që prisnin këta, në mënyrë që dhe protestat të bëshin pakthim deri në rësimin e qeverisë. Pra ja çfarë të bën një pjesë e hallkës të zinxhirit të gjithë jetës politike, e bllokon Berisha dhe mban peng të gjithë fatin e shqiptarëve. Kjo duket sikur është vetëm fati i PD-s, por fakt ka dalë atje përpara, ka vënë gurin e parë atje dhe bllokon çdo lloj opozite të vërtet dhe që mund të jetë serioze dhe idealiste, se kemi nevojë edhe për idealizëm. Berisha nuk flet për lidhjet e tija, se ka dalë Yllir Akipi ka folur për shkëlqenin me Eron Velin. Nuk i flet to Berisha. Nuk flet për të tjera prurje, tjerë, por nuk flet edhe për vetë ato që është komunisti me tesër 10 e 6-90, i 8 nëntori 68. A mund të jetë ky me të ketë më të drejtë ky moralisht se Saliani për të qeverisur vendin prap në vitin 2006, 2007 dhe 2009 e djathta shqiptare dhe alternativa jone vetme është Berisha i tretë, komunisti i këtyre viteve që them unë. Kështu që është e pa imagjinueshme që kemi ngelur peng një politike tribale po dhe kriminale kohësisht.